Dy foshnje binjake hynë në gjendje kritike dhe mjekët thonë se u kanë mbetur vetëm 2 orë jetë. Babai, i pasur dhe me ndikim, shikoni pafuqishëm, pa e ditur se është gati të rikthej gjithçka që kishte humbur. Pa pritur, një punëtore shtëpie hyn në dhomë dhe bën të paimagjinueshmen, duke zbuluar një sekret nga e kaluara që askush nuk e priste. Ajo që ndodh më pas sfidon mjekësinë, nxjerr në dritë të vërteta të fshehura dhe ndryshon përgjithmonë fatin e gjithë familjes. Përpara se të fillojmë këtë histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton, të lini një pëlqim në video, që është diçka shumë e rëndësishme për ne, dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni këtë histori. Heshtja e Spitalit Qendror të Tiranës dukej më e rëndë atë agim të së martës. Korridoret, zakonisht të zhurmshme edhe gjatë natës, ishin çuditërisht të boshatisura, sikur edhe vetë jeta institucionale të parandjente se diçka e jashtëzakonshme ishte gati të ndodhte. Ishte ora 2:15 e mëngjesit kur Ardian Berisha kaloi nëpër dyert automatike të urgjencës, hapat e tij kumbonin mbi dyshemen e ftohtë prej mermerit të bardhë. Rrobat e tij mbanin ende erën e kafes së ftohtë dhe letrave të printuara, dëshmi e një nate tjetër pa gjumë në zyrë, duke u përpjekur t'i shpëtonte një realiteti që këmbëngulte ta gjente. Në moshën 42 vjeçare, Ardiani kishte ndërtuar një perandori në fushën e pasurive të paluajtshme. Ndërtesat me firmën e tij arkitekturore zbukuronin peizazhin e Tiranës dhe emri i tij ishte sinonim i suksesit në faqet ekonomike të gazetave. Por asgjë nga këto nuk kishte rëndësi tani. Asgjë nga këto nuk kishte pasur rëndësi që kur Marina u largua, 11 muaj më parë, duke e lënë atë vetëm me 2 foshnja që ai mezi dinte si t'i mbante në krah. Telefonata kishte ardhur në orën 2 të mëngjesit. Helena, zëri i saj në anën tjetër të linjës, dridhej në një mënyrë që ai kur nuk e kishte dëgjuar më parë. Zoti Ardian, duhet të vini në spital tani. Bëhet fjalë për Gentin dhe Arbin. Nuk po marrin dot frymë siç duhet. Jam në spitalin qendror. Helena Hoxha. Gruaja që kujdesej për shtëpinë e tij prej 3 vitesh, që përgatiste biberonët e djembe, që i përkunte kurçanin natën, që zinte të gjitha hapësirat që ai nuk arrinte t'i mbushte. Një prani e matur, pothuajse e padukshme, por e vazhdueshme. Ai dinte kaq pak për të. Dinte se ishte e përpikt, e përkushtuar, se djemt buzëqeshnin kur e shihnin. Dinte se Marina e kishte punësuar personalisht, pak para se të zbulonte se nuk do të kishte shumë kohë për të rritur fëmijët që aq shumë i kishte dëshiruar. Por Ardiani kur nuk ishte interesuar ta njihte për te i kësaj. Për të, Helena ishte thjesht një tjetër punonjëse efikase në jetën e tij të organizuar dhe të ndarë në përkuti. Tani, duke qëndruar para recepcionit të spitalit, Ardiani ndjente se i dridheshin këmbët. Punonjësja e recepcionit, një grua në moshë të mesme me syze të varura në qafë, e vëzhgonte me një përzierje njohjeje dhe keqardhjeje. Ai ishte i njohur aty. Kishte bërë një donacion të konsiderueshëm për pavionin e pediatrisë 2 vjet më parë, kur Marina ishte ende gjallë dhe ëndërronin të kishin një familje të madhe. Zoti Berisha, tha ajo butësisht, po ju presin në katin e 4. Doktoresha Besmira Leka po kujdeset për djemt tuaj. Ashensori u ngjit ngadalë dhe Ardiani vëzhgonte numrat që ndryshonin në panelin digjital. Kati i 4. Njësia e terapisë intensive neonatale. Çdo sekond dukej e përjetshme dhe ai ndjente zemrën t'i rrite pa rregull brenda gjoksit. Kur dyert u hapën, era karakteristike e spitalit, dezinfektant i përzier me diçka që ai nuk arrinte ta identifikonte, ndoshta shpresë e përzier me dëshpërim, i pushtoi shisat. Helena ishte aty, ulur në një nga karriget plastike blu të korridorit, duart e gërshetuara në prerë, syt të ngulitur në dysheme. Kur e pa, ajo u ngrit me shpejtësi dhe për herë të parë Ardiani vuri re se ajo ishte më e re se sa e kishte imagjinuar. Ndoshta ishte rreth 35 vjeç, flokët gështenjë të lidhur në një bisht të thjeshtë, e veshur me një bluzë të bardhë dhe xhinse. Asgjë tek ajo nuk tërhiqte vëmendjen, përveç syve. Kishte diçka në sytë e saj, një thellësi që ai kur nuk e kishte vënë re më parë. Zoti Ardian, tha ajo, duke u afruar. Ata filluan me një temperaturë të lehtë dje pas dite. Mendova se ishte diçka normale, e dini si ndodh me foshnjat. Por gjatë natës frymëmarrja u vështirësua. Shumë e vështirë. I solla këtu para një ore. Ai donte ta pyeste pse nuk e kishte telefonuar më herët, por fjalët nuk i dilnin. Në të vërtetë, një pjesë e tij e dinte përgjigjen.
Ai e kishte bërë të qartë që nga vdekja e Marinës se nuk donte të shqetësohej me detajet të rritjes së fëmijëve. I kishte rritur ndjeshëm rrogën Helenës, i kishte dhënë dorë të lirë për të marrë të gjitha vendimet e nevojshme dhe ishte strukur në punë. Djemt kishin gjithçka që u nevojitej, ushqimin më të mirë, rrobat më të mira, kujdesin mjekësor më të mirë. Ai thjesht nuk ishte i pranishëm për asgjë nga këto. Ku janë tani? Pyeti ai, zëri i doli më i ngjirur se sa e kishte menduar. Në dhomën 3. Doktoresha Besmira është me ta. Ajo dëshiron të flasë me ju. Ardiani e ndoqi Helenën nëpër korridor duke vënë re për herë të parë se si ecte ajo, hapa të sigurt, por të kujdesshëm, si dikush i mësuar të mbajë gjëra të çmuara. Ata u ndalën para një dere xhami dhe përmes saj Ardiani mundi të shihte 2 djepa të vegjël të rrethuar me pajisje. Genti dhe Arbi, djemt e tij 11 muajsh, ishin të lidhur me tuba dhe tela, respirator artificial, lëviznin gjokset e tyre të vegjël lart e poshtë në një ritëm mekanik që tingëllonte si një dënim me vdekje. Atëherë u shfaq doktoresha Besmira, një grua rreth të 50-ave, me flokë të thinjura dhe shprehje serioze. Ajo i bëri shenja Ardianit ta ndiqte në një dhomë të vogël anash, duke e lënë Helenën jashtë. Zoti Berisha, filloi mjekja, duke mbyllur derën pas tyre, duhet të jem e drejtë për drejtë. Mushkëritë e djemve po dështojnë njëkohësisht. Është diçka që nuk e kam parë kurrë më parë të binjak të kësaj moshe. Kemi bërë të gjitha analizat e mundshme, kemi aplikuar të gjitha protokollet. Por situata është kritike. Ardiani u ul rënd në një nga karriget, këmbët më në fund ju pren. Çfarë do të thotë kjo saktësisht? Do të thotë se kemi shumë pak kohë. Ndoshta 2 orë, maksimumi. Po bëjmë gjithçka që mundemi, por... Ajo bëri një pauzë, duke zgjedhur fjalët me kujdes, mendoj se do të ishte e rëndësishme që ju të ishit pranë tyre tani. 2 orë. Fjalët kumbuan në kokën e Ardianit si një gong ogurzi. 2 orë për të dhënë lamtumirën fëmijëve që mezi i njihte. 2 orë për të pranuar se kishte dështuar plotësisht si baba. 2 orë për të kuptuar se i vetmi person që i kishte dashur vërtet Gentin dhe Arbin në 11 muajt e fundit ishte jashtë, duke pritur në korridor. Kur u kthye pranë Helenës, ajo e shikoi me një pyetje të heshtur në sy. Ai nuk mundi të fliste. Vetëm tregoi me gisht derën e xhamit dhe të dy qëndruan aty, duke vëzhguar 2 jetët e vogla që luftonin kundër makinerive që bënin punën që trupat e tyre nuk mund ta bënin më. Mund të hyj? Pyeti Helena pas disa minutash. Nuk lejohen vizitorë në terapinë intensive neonatale, u përgjigj Ardiani automatikisht, duke përsëritur atë që i kishte shpjeguar infermierja. E di, tha Helena butësisht, por ata më njohin mua. Ata e din se kush jam unë. Kishte diçka në mënyrën se si e tha këtë që e bëri Ardianin ta shikonte me më shumë vëmendje. Nuk ishte thjesht një punonjëse që fliste për fëmijët nën kujdesin e saj. Ishte diçka më e thellë, më instinktive. Si një nën që flet për fëmijët e saj. Zoti Ardian, vazhdoi Helena, mund t'ju bëj një pyetje? Ai tundi kokën, i paftë të fliste. Ai keni mbajtur ndonjëherë në krah? Që kur kanë lindur? Pyetja e goditi si një grusht në stomak. Përgjigjja ishte jo. I kishte mbajtur djemt disa herë menjëherë pas lindjes, kur Marina ishte ende gjallë për ta udhëzuar. Por pasi ajo vdiq, ai e kishte bindur veten se ishte më mirë t'ia linte kujdesin dikujt me më shumë përvojë. Dikujt që nuk dridhej nga frika sa herë që duhej të ndëronte një pelen apo të përgatiste një biberon. A e din ata se kush jam unë? Pyeti ai, zëri gati një pëshpërim. Helena nuk u përgjigj menjëherë. Ajo shikoi foshnjat përmes xhamit dhe Ardiani pa një lot t'i rëshiste në përfaqe. Ata e din se kush i do, tha ajo më në fund. Në atë moment, të gjitha mbrojtjet që Ardiani kishte ndërtuar rreth vetes u shembën. Ai u mbështet pas murit të korridorit dhe filloi të qante. Jo të qarat e përmbajtura të një biznesmeni të mësuar të kontrollojë emocionet e tij, por të qarat shkatëruese të dikujt që sapo kishte kuptuar se kishte humbur shumë më tepër se një grua. Kishte humbur shansin për të qenë baba për fëmijët e tij. Helena u afrua dhe, me hezitim, i vuri dorën në shpatull. Zoti Ardian, ka ende kohë. 2 orë, tha ai mes lotëve, 2 orë nuk janë kohë për asgjë. Është kohë për të qenë i pranishëm, u përgjigj Helena, është kohë që ata të dinë se babai i tyre është këtu. Por ndërsa flisnin, alarmet filluan të binin në dhomën 3.
Drita të kuqe pulsonin në monitor dhe ekipi mjekësor hyri me shpejtësi. Përmes xhamit, Ardiani pa doktoreshën Besmira duke punuar furishëm mbi njërin nga djepat, nuk arrinte të dallonte nëse ishte Genti apo Arbi. Një infermiere doli nga dhoma dhe ju drejtua atyre. Doktoresha Besmira kërkoi t'ju informoj se ndoshta është më mirë të përgatiteni. Sinjalet jetësore po bien shumë shpejt. Ardiani ndjeu se bota po i rrotulloi rreth tij. Kjo ishte, pra. Do t'i humbiste fëmijët në të njëjtën mënyrë siç kishte humbur Marinën, duke parë nga larg, i pafuqishëm, ndërsa jeta i rrëshiste ndër gishta. Por Helena ishte larguar prej tij dhe po ecte e vendosur drejt dhomës 3. Kur infermierja u përpoq ta ndalonte, ajo tha diçka që Ardiani nuk arriti ta dëgjonte qartë, por që e bëri punonjësen të tërhiqej e hutuar. Prit, thiri Ardiani, çfarë po bën? Helena u ndal te dera e dhomës dhe u kthye nga ai. Për një çast, Ardiani pa diçka ndryshe në fytyrën e saj. Një vendosmëri që shkonte shumë përtej përkushtimit të një punonjëseje. Një dhimbje që pasqyronte të tijën. Dhe një kompetencë që ai kur nuk e kishte vënë re më parë. Zoti Ardian, tha ajo, zëri i saj i fortë pavarësisht lotëve, ka gjëra për mua që ju nuk i dini. Gjëra që ndoshta duhet t'i kishit pyetur shumë kohë më parë. Dhe me kaq, ajo shtyu derën e dhomës 3 dhe u zhduk brenda, duke e lënë Ardianin vetëm në korridor, duke vëzhguar përmes xhamit ndërsa i gjithë jeta e tij ndryshonte përgjithmonë. Ajo që ndodhi brenda dhomës 3 në minutat në vijim ishte diçka që ekipi mjekësor i Spitalit Qendror të Tiranës nuk do ta harronte kurrë. Ardiani qëndroi ngjitur pas xhamit, zemra i rrite aq fort sa mund ta ndjente pulsin në tëmtha, duke vëzhguar një skenë që dukej surreale. Helena kishte hyrë në dhomë me një vetbesim që nuk përkonte as pak me gruan e turpshme dhe të rezervuar që ai njihte. Infermierja që u përpoq ta ndalonte te dera tani ishte mbështetur pas murit, gojë hapur, ndërsa Helena ju drejtua direkt doktoreshës Besmira. Doktoresh, duhet të më dëgjoni, tha Helena, zëri i saj i fortë dhe profesional. Emri im është Helena Hoxha, me licencën nr. 5284 nga urdhri i mjekut të Tiranës. Jam specialiste në neonatologji me 15 vjet përvojë në terapinë intensive neonatale. Kam një propozim. Doktoresha Besmira ndaloi atë që po bënte dhe e shikoi Helenën sikur ajo sapo të kishte folur në një gjuhë tjetër. Më falni, por kush jeni ju? Si hyt këtu? Unë kujdesem për këto foshnja prej 11 muajsh, u përgjigj Helena, duke ju afruar djepave. Dhe e di saktësisht se çfarë po ndodh me ta. Është një sindrom e distresit respirator të njëkohshëm. E kam parë këtë më parë te binjak të parakohshëm që kanë kaluar stres të rënd emocional. Ardiani ndjeu se dyshemeja lëkundej nën këmbët e tij. Helena ishte mjeke? Si ishte e mundur kjo? Pse punonte si pastruese nëse ishte specialiste në mjekësinë neonatale? Dëgjoni, zonjë. Filloi doktoresha Besmira, por Helena e ndërpreu. Ju lutem, nuk kemi kohë për burokraci. Shikoni monitorët. Saturimi i oksigjenit po bie me shpejtësi të dy. Ata nuk po i përgjigjen ventilimit mekanik sepse problemi nuk është vetëm fiziologjik. Është emocional. Ata ndjejnë mungesën e nënës, ndjejnë distancimin e babait dhe trupat e tyre po fiken. Kjo është e pamundur, tha doktoresha, por kishte pasiguri në zërin e saj. Foshnjat 11 muajshe nuk e kanë këtë ndërgjegje emocionale. Binjakët e kanë, u përgjigj Helena, tashmë duke lëvizur drejt djepit të parë. Veçanërisht binjakët që kanë humbur nënën dhe u është privuar kontakti atëror. Ata ushqehen nga lidhja me njëri tjetrin dhe me atë që i do kur kjo lidhje kërcënohet, ata mund të hyjnë në një spirale rënjeje që asnjë makinë nuk mund ta kthejë mbrapsht. Nga jashtë, Ardiani ishte i hipnotizuar. Gruaja që e shihte çdo ditë duke përgatitur biberon dhe duke palosur rroba po fliste si një eksperte. Çdo fjalë që dilte nga goja e saj tregonte një njohuri të thellë që ajo ja kishte fshehur gjatë gjithë kësaj kohe. Çfarë propozoni? Pyeti doktoresha Besmira, dhe Ardiani mundi të kuptonte se, pavarësisht skepticizmit, ajo ishte e gatshme të dëgjonte. Pajisjet vazhdonin të lëshonin alarme dhe ishte e qartë se trajtimet konvencionale nuk po funksiononin. Kujdesi kanguri modifikuar, tha Helena, tashmë duke filluar të shkëpuste disa nga tubat nga djepi i parë. Do t'i pozicionoj në kontakt lëkur me mua, duke i lejuar të ndjejnë ngrohtësinë njerëzore, rrahjet e rregullta të zemrës dhe frymëmarrjen natyrale.
Është një metodë që funksiononte të parakoshmit, por kur nuk është testuar në një situatë kaq ekstreme. Nuk mund ta bëni këtë, protestoi infermierja. Nuk keni autorizim, nuk jeni pjesë e ekipit. Besmira, Helena ju drejtua direkt mjekes përgjegjëse, a më njihni? Doktoresha e vëzhgoi për disa sekonda, duke rrudhur vetullat. Ka diçka familjare, por... Kongresi Shqiptar i Neonatologjisë 2018. Prezantimi im mbi sindromën e distresit respirator të binjakët. Ju bëtë një pyetje mbi ndikimin e mjedisit emocional në përgjigjen ndaj trajtimit. Fytyra e doktoreshës Besmira ndryshoi plotësisht. Helena Hoxha, ju jeni Helena Hoxha që publikoi atë kërkim mbi lidhjet emocionale në terapinë intensive neonatale? Por ju u zhdukët nga mjekësia vite më parë. Po, tha Helena thjesht, u zhduka. Por jo sot. Sot duhet të jem këtu. Pa pritur më leje, Helena filloi të hiqte me kujdes Gentin nga të gjitha pajisjet jo esenciale, duke mbajtur vetëm një monitor bazik kardiak. Foshnja ishte e zbeth, buzët të kaltra, frymëmarrja e parregull dhe e cekët. Ardiani pa Helenën të ulej në një karrige pranë djepave dhe të hapte bluzën, duke ekspozuar gjoksin e zhveshur. Me lëvizje të sakta dhe të kujdesshme, ajo e pozicionoi Gentin kundër lëkurës së saj, në mënyrë që veshi i foshnjës të ishte direkt mbi zemrën e saj. Eja këtu, dashuria ime, i përshpëriti ajo Gentit, një butësi në zë që Ardiani kur nuk e kishte dëgjuar më parë. Helena është këtu. Nuk je vetëm. Efekti ishte pothuajse i menjëhershëm. Monitori kardiak i Gentit, që kishte lëshuar tinguj të parregull dhe shqetësues, filloi të stabilizohej. Frymëmarrja e foshnjës, më parë e gulquar dhe e dëshpëruar, filloi të sinkronizohej me frymëmarrjen e Helenës. O Zot, murmuroi infermierja. Shpejt, i tha Helena doktoreshës Besmira, sill Arbin. Ata duhet të jenë bashkë. Mjekja, tani plotësisht e përfshirë në atë që po dëshmonte, solli me shpejtësi Arbin dhe e pozicionoi pranë Gentit, gjithashtu në kontakt direkt me lëkurën e Helenës. Të dy foshnjat, që minuta më parë ishin në prag të vdekjes, filluan të qetësoheshin dukshëm. Ardiani nuk mund ta besonte atë që po shite. Genti shtriu një dorë të vogël dhe gjeti krahun e vogël të Arbit. Gishtat e vegjël u gërshetuan dhe frymëmarrjet e të dyve u sinkronizuan jo vetëm me atë të Helenës, por edhe me njëra tjetrën. Si e dinit, pyeti doktoresha Besmira, zëri i saj plot admirim. Sepse unë kam humbur një fëmijë kështu, u përgjigj Helena, lotët i rridhnin në përfaqe ndërsa ajo përkëdhelte butësisht kokat e vogla të Gentit dhe Arbit. Vajza ime Sofia. Ajo vdiq në moshën 6 muajshe në një terapi intensive neonatale, sepse unë isha aq e fokusuar te mjekësia sa harrova se ajo kishte nevojë për dashuri, jo vetëm për trajtim. Heshtja në dhomë ishte e thellë. Vetëm tingulli i monitorëve, tani që lëshonin tinguj të rregull dhe qetësues, e thyente qetësinë. Pasi humba Sofin, vazhdoi Helena, nuk munda më të ushtroja mjekësinë. Çdo foshnjë që shija më kujtonte atë. Çdo e qarë ma thyente zemrën. Kështu që ndalova. U bëra kujdestare për të moshuar, pastaj pastruese. Mendova se do të arrija të harroja. Por Marina të gjeti, tha doktoresha Besmira, dhe ishte më shumë një pohim se sa një pyetje. Ardiani u drodh. Si e dinte mjekja për Marinën? Marina Berisha ishte gruaja juaj, apo jo? Doktoresha Besmira u kthye nga xhami, duke e ditur se Ardiani po dëgjonte. Ajo erdhi këtu disa herë gjatë shtatëzanisë. Gjithmonë pyeste për mënyrën më të mirë për të siguruar që foshnjat të kishin kujdes të specializuar. Tha se po kërkonte dikë të veçantë për t'u kujdesur për ta. Helena tundi kokën, duke rregulluar Gentin dhe Arbin në krah. Foshnjat tani kishin një ngjyrë roz, merrnin frymë natyrshëm, dhe për herë të parë në muaj Ardiani i pa vërtet në paqe. Ajo më gjeti përmes një mikeshe të përbashkët, shpjegoi Helena. Unë po punoja si kujdestare për gjyshen e kësaj mikeshe. Marina zbuloi formimin tim mjekësor dhe më kërkoi. Tha se e dinte që nuk do të kishte shumë kohë për të rritur fëmijët dhe donte dikë që mund t'i donte siç i do një nën, por me njohurit për t'i mbrojtur siç i mbron një mjeke. Ardiani u mbështet pas murit të korridorit, duke ndjerë se këmbët po i dobësoheshin përsëri. Marina e dinte. Gruaja e tij e kishte planifikuar gjithçka. E kishte gjetur Helenën me qëllim, duke e ditur saktësisht se kush ishte ajo dhe çfarë do të ishte në gjendje të bënte.
Pse nuk më the kur, murmuroi ai drejt xhamit, duke e ditur se Helena nuk mund ta dëgjonte. Por ishte sikur ajo t'i kishte dëgjuar mendimet. Helena shikoi drejt xhamit, sytë e saj takuan ata të Ardianit për herë të parë atë natë. Sepse Marina më kërkoi t'ju lija ta zbulonit vet kur të ishit gati, tha ajo aq lart sa ai ta dëgjonte përmes derës. Ajo tha se ju kishit nevojë për kohë për të përpunuar humbjen e saj përpara se të arrinit të pranonit se dikush tjetër mund t'i donte djemë. Monitorët vazhdonin të lëshonin tinguj të qëndrueshëm dhe ngushëllues. Genti dhe Arbi flinin thellë në gjoksin e Helenës, frymëmarrjet e tyre të sinkronizuara, trupat e tyre të vegjël më në fund të relaksuar. Doktoresha Besmira kontrolloi sinjalet jetësore dhe tundi kokën me admirim. Kur nuk kam parë diçka të tillë. Saturimi i oksigjenit është në nivele normale, rrahjet e zemrës janë të rregullta, presioni i gjakut është stabilizuar. Sa kohë duhet të qëndrojnë kështu? Pyeti infermierja. Disa orë, u përgjigj Helena. Ndoshta gjithë natën. Ata duhet të ndjejnë se janë të sigurt, se dikush po kujdeset për ta, se nuk do të braktisen përsëri. Atëherë te dera e dhomës u shfaq një burr me kostum, i shoqëruar nga 2 roje sigurie të spitalit. Ardiani e njohu tipin, administrator spitali, ndoshta drejtor mjekësor. Doktoresha Besmira, tha burri me autoritet, kemi marrë një denoncim se ka një person të paautorizuar që po kryen procedura mjekësore në këtë dhomë. Duhet ta ndërpresim këtë menjëherë. Doktor Kastrati, u ngrit doktoresha Besmira, ju lutem, shikoni monitorët. Kjo ndërhyrje shpëtoi jetën e këtyre fëmijëve. Kjo është e parëndësishme, u përgjigj doktor Kastrati. Kemi protokolle për të ndjekur. Ky person nuk është pjesë e stafit ton klinik dhe nuk ka autorizim të jetë këtu, aq më pak të kryejë ndonjë lloj trajtimi. Helena qëndroi e palvizur duke përqafuar Gentin dhe Arbin, por Ardiani mund të shite tensionin në fytyrën e saj. Doktor, tha ajo me qetësi, a mund të qëndroj kështu edhe për disa orë? Ata ende po stabilizohen. Absolutisht jo. Ju duhet të largoheni nga ky spital menjëherë, ose do të therasim policin. Atëherë Ardiani më në fund reagoi. Ai shtyu derën e dhomës dhe hyri, ende me pijama dhe robë dëshambër, syt e kuq nga të qarat. Një moment, tha ai, zëri i tij i fortë pavarësisht emocionit. Këta janë fëmijët e mi. Dhe kjo grua sapo i shpëtoi ata kur mjekësia konvencionale ishte dorëzuar. Zoti Berisha, tha doktor Kastrati me një ton më respektues, e kuptoj mirënjohjen tuaj, por kemi rregulla. Rregullat tuaja pothuajse i vran fëmijët e mi, e ndërpreu Ardiani. Shikojini ata. Shikojini mirë. 2 orë më parë më thatë se kishin minuta jetë. Tani po marrin frym natyrshëm, po flen në paqe. Si e shpjegoni këtë? Doktor Kastrati shikoi monitorët, qartësisht i bezdisur nga fakti se nuk mund ta mohonte të dukshmen. Megjithatë, këmbënguli ai, ky person duhet të largohet. Mund t'i transferojmë fëmijët në pajisje të tjera. Jo, tha Helena me vendosmëri. Nëse i lëvizni tani, ata do të hyjnë përsëri në panik. Lidhja që kemi krijuar është ende e brishtë. Ka nevojë për disa orë të tjera për t'u forcuar. Unë marr përgjegjësinë për të, deklaroi Ardiani. Nëse diçka shkon keq, marr të gjithë përgjegjësinë ligjore. Doktor Kastrati shikoi përreth dhomës, duke parë doktoreshën Besmira dhe infermieren qartësisht në anën e Helenës, duke parë foshnjat dukshëm të shëndetshme në krahët e saj, duke parë monitorët që dëshmonin se mrekullia mjekësore ishte e vërtetë. Shumë mirë, tha ai më në fund. Por do të ketë një hetim të plotë mbi këtë incident. Ky person nuk mund të qëndrojë në spital pasi fëmijët të jenë stabilizuar. Pasi ai u largua me rojet e sigurisë, heshtja u kthye në dhomë. Ardiani ju afrua ngadalë Helenës dhe djemve. A mundem? Filloi ai me hezitim, a mund t'i prek? Helena buzëqeshi për herë të parë atë natë. Sigurisht. Ata janë fëmijët tuaj. Ardiani shtriu dorën dhe preku butësisht ballin e Gentit. Foshnja lëvizi lehtë dhe, për habin e tij, hapi sytë. Për një moment, bab e bir u pan direkt në sy. Përshëndetje, Genti, pëshpëriti Ardiani, babi është këtu. Genti mbylli sytë përsëri, por Ardiani pati përshtypjen se, këtë herë, foshnja e dinte se kush ishte ai. Helena, tha ai, pa i hequr sytë nga fëmijët, dua të më tregosh gjithçka. Për ty, për Marinën, për djemë.
Duhet të kuptoj se si arrita kaq larg nga të qenit babai që ata meritojnë. Pasi të jenë plotësisht të stabilizuar, u përgjigj Helena. Tani, e rëndësishme është që ata të dinë se ne të dy jemi këtu. Bashk. Dhe aty, në dhomën 3 të Spitalit Qendror të Tiranës, filloi një bisedë që do të ndryshonte përgjithmonë jetën e të gjithë atyre. Një bisedë për dashurinë, humbjen, shanset e dyta dhe se si, ndonjëherë, ai që shpëton një jetë është pikërisht ai që më së paku presim ta gjejmë. Orët e para të mëngjesit erdhen me një dritë të butë që depërtonte nëpër perdet e dhomës 3. Helena qëndronte në të njëjtin pozicion që nga Agimi, Genti dhe Arbi flinin thellë në gjoksin e saj. Monitorët vazhdonin të lëshonin tinguj qetësues dhe për herë të parë në 11 muaj, Ardiani ndjente një paqe të vërtetë duke vëzhguar fëmijët e tij. Ai kishte kaluar gjithë natën aty, ulur në një karrige pranë Helenës, duke vëzhguar çdo lëvizje të foshnjave, çdo ndryshim në monitor. Kishte provuar të bisedonte me të disa herë, por Helena këmbëngulte se duhet të prisnin derisa djemt të ishin plotësisht të stabilizuar. Bisedat serioze mund të prishin energjinë e ambientit, i kishte shpjeguar ajo. Foshnjat ndjejnë gjithçka. Tani, me dritën e ditës, doktoresha Besmira hyri në dhomë për të kontrolluar sinjalet jetësore. Mbresëlënëse, murmuroi ajo, duke kontrolluar numrat. Plotësisht normale. Frymëmarrja, rrahjet e zemrës, temperatura, gjithçka brenda parametrave ideal. A mund t'i lëviz në djepa? Pyeti Helena. Le të provojmë, u përgjigj doktoresha. Por ngadalë. Nëse ka ndonjë shenjë stresi, kthehemi te kontakti lëkur me lëkur. Me kujdes ekstrem, Helena transferoi fillimisht Gentin në djepin e tij. Foshnja lëvizi lehtë, por vazhdoi të flinte. Pastaj ishte radha e Arbit. Të dy qëndruan të qetë, duke marrë frymë natyrshëm. Ata e kaluan pjesën më të keqe, deklaroi doktoresha Besmira. Por dua t'i mbaj nën vëzhgim për të paktën 48 orë. Atëherë te dera e dhomës u shfaqi njëti doktor kastrati i natës së kaluar, i shoqëruar nga një grua që Ardiani nuk e njihte. Doktoresha Besmira, tha drejtori mjekësor, duhet të flas me zonjën Helena Hoxha. Kjo është doktoresha Fioralba Dejda, nga Komisioni i Etikës së Spitalit. Helena u ngrit ngadalë, duke rregulluar bluzën. Ardiani vuri re se ajo ishte e raskapitur, por nuk shfaqte asnjë pendes për atë që kishte bërë. Zonja Hoxha, filloi doktoresha Fioralba, mbrëmje u kryet një procedurë mjekësore të paautorizuar në këtë spital. Edhe pse rezultati ishte pozitiv, ne duhet të hetojmë rrethanat. E kuptoj, u përgjigj Helena me qetësi. A keni një licencë mjekësore aktive? Licenca ime u pezullua vullnetarisht 3 vjet më parë, shpjegoi Helena. E lash ushtrimin e mjekësisë për arsye personale. Atëherë ju nuk keni autorizim ligjor për të kryer asnjë lloj ndërhyrjeje mjekësore. Ajo që bëtë dje përbën ushtrim të palishëm të mjekësisë. Ardiani ndjeu se zemërimi po i ngjitej në fyll. Ajo shpëtoi jetën e fëmijëve të mi kur ju ishit dorëzuar. Zoti Berisha, ju drejtua atij doktoresha Fioralba, e kuptojmë mirënjohjen tuaj, por kemi protokolle për të ndjekur. Nëse lejojmë njerëz të paautorizuar të praktikojnë mjekësinë në spitalin ton, edhe me qëllime të mira, do të krijonim një precedent të rrezikshëm. Çfarë doni prej saj? Pyeti Ardiani. Për momentin, ajo duhet të largohet nga spitali. Nuk mund të ketë më kontakt me pacientët derisa të përfundojë hetimi. Helena tundi kokën, duke ju afruar djepave për t'u dhënë lam të mirën. Ajo puthi butësisht ballin e Gentit dhe pastaj të Arbit. Do të lë disa udhëzime me shkrim, i tha ajo Ardianit, për medikamentet, rutinën e ushqimit, shenjat paralajmëruese për të vëzhguar. Helena, jo, tha Ardiani. Ti nuk do të shkosh askund. Ata ende kanë nevojë për ty, zoti Ardian, u përgjigj ajo butësisht, djemt janë mirë tani. Dhe ju duhet të mësoni të jeni baba i tyre. Këto fjalë e goditën Ardianin si një shupllak. Ajo kishte të drejtë, dhe kjo i dhemte më shumë se çdo kritik që kishte marrë ndonjëherë në biznes. Por unë nuk di si, pranoi ai, zëri i thyer. Nuk di si t'i mbaj, si t'i qetësoj kur qajnë, si të di nëse janë të sëmurë. Atëherë mësoni, tha Helena, por jo në mënyrë mizore. Kishte mirësi në zërin e saj. Marina ka lënë disa gjëra për ju. Ndoshta është koha t'i shikoni. Një orë më vonë, Ardiani po i jepte makinës vetëm për në shtëpi, me Helenën pranë tij në sediljen e pasagjerit.
Foshnjat do të qëndronin në spital edhe 2 ditë nën vëzhgim dhe për herë të parë në gati një vit, Ardiani kthehej në shtëpi i ndërgjegjshëm se jeta e tij duhej të ndryshonte plotësisht. Shtëpia ku jetonin, në lagjen Mbloku, ishte zgjedhur nga Marina. Një ndërtesë e viteve 1940, e rinovuar me kujdesin për të ruajtur detajet origjinale, por e përshtatur për një familje moderne. Kishte një kopsht të gjerë prapa, një zyrë në katin e parë ku Ardiani punonte kur nuk ishte në qendër të qytetit, dhe dhoma të gjera në katin e sipërm. Kur hyn, Ardiani vuri re detaje që nuk i kishte parë prej muajsh. Lodra të organizuara në kënde specifike të dhomës së ndenjes. Pelena të palosura në pirgje perfekte mbi një komo. Biberon të sterilizuar në kuzhinë. Shtëpia e një familjeje me foshnja binjake, e kujdesur nga dikush që donte çdo detaj. Helena, tha ai, duke u ndalur në dhomën e ndenjes, ku fle ti? Ajo u duke habitur nga pyetja. Në dhomën e shërbimit, në pjesën e pasme. A mund ta shoh? Helena hezitoi, por përfundimisht e çoi në një dhomë të vogël në pjesën e pasme të shtëpisë. Ishte e thjeshtë, por Ardiani u trondit nga ajo që gjeti. Muret ishin të mbuluara me foto të Gentit dhe Arbit në mosha të ndryshme. Që nga të porsalindurit deri te fotot e fundit. Kishte një fletore të hapur mbi një tavolinë të vogël, me shënime mbi zhvillimin e djembe, oraret e ushqimit, reagimet ndaj ushqimeve të ndryshme, momentet e rëndësishme. Ti ke mbajtur një ditar për ta, tha ai, duke marrë fletoren. Mendova se një ditë do të donit të dinit për këto gjëra, u përgjigj Helena. Kur Genti buzëqeshi për herë të parë, kur Arbi filloi të zvarritej, kur ata mësuan të duar trokisnin. Ardiani shfletoi fletoren, duke ndjerë zemrën t'i shtrëngoi me çdo faqe. Aty ishte një regjistër i detajuar i 11 muajve të parë të jetës së fëmijëve të tij, i shkruar nga dora e kujdesshme e një gruaje që ai mezi e njihte, por që u ishte përkushtuar atyre si një nën. Pse e bëre këtë? Pyeti ai. Sepse e di se çdo të thotë të humbasësh momente të çmuara dhe të mos i kthesh dot kurrë, u përgjigj Helena. Dhe sepse Marina më kërkoi të sigurohesha që asgjë të mos harrohej. Marina ta kërkoi këtë? Ajo më la disa udhëzime. Letra, në fakt, tha se duhet t'ju dorëzoja kur të vinte koha e duhur. Ardiani ndjeu se i mbaroi ajri. Letra? Çfarë letrash? Helena shkoi te dollapi dhe nxori nga një sirtar një zarf të trash, të verdh, me shkrimin e Marinës në pjesën e përparme, për Ardianin, kur të jesh gati të bëhesh baba. Me duar që i dridheshin, Ardiani hapi zarfin. Kishte disa letra më të vogla brenda, secila e shënuar me një datë ose situatë specifike. Letra e parë thoshte, për t'u lexuar kur të kuptosh se Helena është më shumë se sa duket. Ardiani e hapi dhe filloi të lexonte me zë të lartë. Dashuria ime, nëse po e lexon këtë letër, do të thotë se më në fund e ke zbuluar se kush është Helena në të vërtetë. Shpresoj të ketë qenë në një situatë ku ajo mund të tregojë aftësinë e saj të vërtetë, sepse e di që ajo kurrë nuk do ta zbulonte veten me dëshirën e saj. Helena Hoxha ishte një nga neonatologet më të mira në vend. Ka publikuar artikuj që revolucionarizuan trajtimin e foshnjave të parakohshme. Ka shpëtuar qindra jetë. Por ajo mban një dhimbje që unë e kuptoj mirë, dhimbjen e një nëne që ka humbur një fëmijë. E gjeta duke u kujdesur për zonjën Magdalena, nënën e mikes Sime Terezës. Kur mësova se kush ishte, kuptova se Zoti e kishte vënë në rrugën time për një arsye. E dija, Ardian, se ndoshta nuk do të kisha shumë kohë. Mjekët ishin optimist, por një grua i ndjen këto gjëra. E punësova Helenën jo si pastruese, por si nënën zëvendësuese që fëmijët tanë do të kishin nevojë. I kërkova të mos tregonte se kush ishte sepse e dija se do të ndieshe i kërcënuar. Ti ke qenë gjithmonë krenar, dashuria ime. Gjithmonë ke dashur të jesh më i miri në gjithçka. Ideja se dikush mund të kujdesej më mirë se ti për fëmijët e tu do të frikësonte. Por Helena nuk është aty për të konkuruar me ty. Ajo është aty për të mësuar, për të treguar se të jesh baba nuk do të thotë të jesh i përsosur, do të thotë të jesh i pranishëm. Do të thotë të duash pa frikë, të kujdesesh pa hezitim dhe të pranosh se ndonjëherë kemi nevojë për ndihmë. E di që do të largohesh kur unë të iki. E di që do të zhytesh në punë dhe do ta lësh rritjen e djembe në duart e saj. Nuk ka problem. E kuptoj. Ti ke nevojë për kohë për të përpunuar humbjen, për të mësuar të jetosh pa mua.
Por kur të vi koha, dhe ti do ta dish kur të vi, duhet të hapësh zemrën tënde. Helena ka kaq shumë dashuri për të dhënë, dhe fëmijët tanë kanë aq shumë nevojë për një baba të pranishëm, sa edhe për një nënë të kujdesshme. Mos ki frikë ta ndash dashurinë e djemve me të, Ardian. Dashuria nuk është një gjë e fundme që zvogëlohet kur ndahet. Dashuria është si një flak që rritet kur gjen një zjarr tjetër. Të dua për gjithmonë, Marina. Ardiani mbaroi së lexuari me lot që i rridhnin në përfaqe. Helena ishte ulur në cep të krevatit, duke qarë edhe ajo. Ajo e dinte, tha ai. Marina e dinte saktësisht se çfarë do të ndodhte. Ajo më bëri të premtoja se do të kujdesesha për djemt sikur të ishin të mit, tha Helena. Por gjithashtu më bëri të premtoja se kur nuk do të hiqja dorë së ndihmuari ju të bëheshit babai që ata kishin nevojë. Ardiani shikoi letrat e tjera në zarf. Kishte një të shënuar për t'u lexuar kur të ndihesh i humbur si baba, një tjetër që thoshte për t'u lexuar kur Helena të duhet të largohet, dhe një të tretë për t'u lexuar kur të jesh gati të rinisësh. Sa herë ke dashur të më japësh këto letra? Pyeti ai. Çdo ditë, pranoi Helena. Veçanërisht kur shija se si djemt ju shinin si të huaj, se si nuk qetësoheshin kur ju përpiqeshit t'i ngushëllonin. Por Marina tha se duhet të prisja derisa ju të pyesnit për to. Ardiani u ngrit dhe shkoi te dritarja e dhomës së vogël. Prej andej mund të shihte kopshtin ku Helena zakonisht luante me djemt në pasditet me diell, ku ajo i mësonte të hidhnin hapat e parë, ku ajo u këndonte për t'i vënë në gjumë. Mbrëm, tha ai pa u kthyer, kur hyre në atë dhomë dhe i shpëtove, unë nuk pash vetëm një kujdestare të përkushtuar. Pash një nën që luftonte për fëmijët e saj. Sepse kjo jam unë për ta, u përgjigj Helena. Jo biologjikisht, por emocionalisht. I dua sikur të kishin lindur nga trupi im. Dhe ata të duan ty në të njëjtën mënyrë. Po. Por kjo nuk do të thotë se nuk kanë vend për të dashur edhe baban. Fëmijët kanë një aftësi të pafundme për të dashur, Ardian. Problemi është se ju kur nuk e lejuat veten të ishit mjaftueshëm i pranishëm që ata t'ju njihnin. Ardiani u kthye nga ajo, pesha e së vërtetës më në fund po përpunoi. Ata as nuk e din se kush jam unë, apo jo? Helena hezitoi para se të përgjigjej. Ata e din se ekziston një burr që jeton në të njëjtën shtëpi, që ndonjëherë shfaqet për t'u dhënë një puthje për natën e mirë, që lë dhurata të shtrenjta në dhomën e tyre. Por jo, ata nuk e din se kush është babai. Fjalët i dhembën, por Ardiani e dinte se duhej t'i dëgjonte. Helena, çfarë do të bëj spitali me ty? Ndoshta do të ma ndalojnë hyrjen, ndoshta do të nisin një proces për ushtrim të palishëm të mjekësisë. Mund të humbas edhe shansin për të reaktivizuar licencën time në të ardhmen. Kjo është e padrejtë. Ti shpëtove fëmijët e mi. Dhe do ta bëja përsëri, tha Helena pa hezitim. Nuk pendohem për asgjë. Ardiani e shikoi atë, e shikoi vërtet për herë të parë që kur e njihte. Pa rrafët e zinë nën sy nga netët pa gjumë, duke u kujdesur për foshnjat, duart e kallojzuara nga puna e madhe, syt plot dashuri dhe gjithashtu një trishtim të thellë që ai kur nuk e kishte vënë re. Më trego për Sofin, tha ai. Helena u drodh. Si? E përmende dje. Vajzën tënde. Helena mbylli syt për një moment, sikur po mblidhte guximin për të folur për diçka që rrallë e ndante. Sofia lindi para kohe, filloi ajo. 6 muajshe. Isha në punë kur filluan dhimbjet e parakoshme të lindjes. Si mjeke, mendova se do të arrija të kontrolloja gjithçka, se përvoja ime do të më jepte avantazh. Ajo bëri një pauzë, duke marrë frym thellë. Sofia qëndroi në terapinë intensive neonatale për 4 muaj. E vizitoja çdo ditë, por gjithmonë në modalitetin e mjekes, e dini? Kontrolloja analizat, bisedoja me ekipin, sigurohesha që po merrte trajtimin më të mirë. Por rrallë e merja në krah. Rrallë thjesht qëndroja me të. Pse? Sepse kisha frikë. Frikë të lidhesha shumë, frikë se nëse e doja shumë dhe ajo nuk do të mbijetonte, unë nuk do të arrija të vazhdoja. Kështu që mbajta distancë emocionale. U kujdesa për mjekësinë e saj, por nuk u kujdesa për zemrën e saj. Helena filloi të qante në heshtje. Natën që ajo vdiq, unë isha në shtëpi, duke studiuar protokollet të reja trajtimi për të parakoshme. Infermierja telefonoi duke thënë se gjendja e saj po përkeqësoi, por unë mendova se ishte vetëm një tjetër episod paqëndrueshmërie. Thash se do të vija në mëngjes.
por Sofia vdiq vetëm në 4 të mëngjesit pa askënd që t'i mbante dorën. Ardiani ndiu gjoksin t'i shtrëngoi. Historia e Helenës pasqyronte mungesën e tij me Gentin dhe Arbin. Pas kësaj nuk munda më të hyja në një terapi intensive neonatale. Çdo foshnjë më kujtonte atë, çdo monitor më bënte të rjetoja atë natë. Ndalova së ushtruari mjekësinë dhe fillova të punoja me të moshuar, pastaj me familje si pastruese. Mendova se do të arrija të harroja. Por Marina të gjeti. Dhe ndryshoi gjithçka. Kur pash Gentin dhe Arbin duke lindur, kur i mbajta për herë të parë, kuptova se Sofia më kishte përgatitur për këtë. Se gjithë dhimbja ime kishte një qëllim. Ardiani u ul pranë saj në krevat. Helena, unë kam nevojë që ti të më mësosh. Duhet të mësoj të bëhem baba i tyre. Vërtet. Ata do të shohin si të huaj në fillim, e paralajmëroi ajo. Do të qajnë kur ju të përpiqeni t'i ngushëlloni, do të më kërkojnë mua kur të kenë frikë. Por nëse ju jeni i duruar, do të jem. Betohem se do të jem. Helena buzëqeshi për herë të parë që kur kishin ardhur në shtëpi. Atëherë le të fillojmë nga bazat. Si të mbash një foshnjë, si të identifikosh llojet e ndryshme të qarit, si të përgatisësh biberonin në temperaturën e duhur. Dhe ti do të qëndrosh? Edhe me problemet në spital? Helena e shikoi atë për një moment të gjatë. Ardian, dje më pe si mjeke për herë të parë. Sot më sheh si nënën zëvendësuese të fëmijëve të tu. Por ka shumë më tepër për mua që ti nuk e di. Kam ëndrat e mia, frikërat e mia, jetën time. E di. Dhe dua t'i njoh të gjitha këto. Pse? Ishte një pyetje e thjeshtë, por që kërkonte një përgjigje të sinqertë. Sepse ti na shpëtove, tha Ardiani më në fund. Jo vetëm Gentin dhe Arbin mbrëm. Ti shpëtove familjen tonë në 11 muajt e fundit, edhe kur unë nuk isha i pranishëm për të qenë pjesë e saj. Dhe tani dua të jem. Dua që ju të tre ta dini se mund të mbështeteni tek unë. Helena qëndroi në heshtje për disa minuta, duke përpunuar fjalët e tij. Ka një letër tjetër, tha ajo më në fund, duke treguar zarfin. Një që Marina e shkroi për mua, por tha se edhe ju duhet ta lexonit kur të vinte momenti. A mund ta lexoj? Helena tundi kokën, duke i dhënë një zarf më të vogël me shkrimin e Marinës, për Helenën dhe Ardianin për ta lexuar bashkë. Ata hapën letrën dhe lexuan në heshtje, të dashurit e mi, nëse po e lexoni këtë bashkë, do të thotë se më në fund e keni kuptuar atë që unë e kam ditur gjithmonë, ju jeni bërë për t'u kujdesur për këto foshnja bashkë. Helena, ti ke një uri dhe përvojën amtare që u nevojiten. Ardian, ti ke dashurinë atërore dhe stabilitetin që ata meritojnë. Mos lejoni që krenaria, frika apo konvencionet shoqërore t'ju pengojnë të ndërtoni familjen që Genti dhe Arbi kanë nevojë. Ata nuk kanë nevojë për përsosmëri. Ata kanë nevojë për prani, për dashuri dhe për qëndrueshmëri. Kujdesuni edhe për njëri tjetrin. Helena, ndihmoi Ardianin të zbuloj gëzimin e të qenit baba. Ardian, mbroje Helenën siç ajo mbrojti fëmijët tanë. Dhe mbani mend, familja nuk ka të bëjë vetëm me gjakun. Ka të bëjë me zgjedhjen. Ka të bëjë me të qenit i pranishëm në momentet e vështira. Ka të bëjë me të dashur kur është e vështirë të duash. Ju tashmë jeni një familje. Thjesht duhet ta pranoni këtë. Me gjithë dashurinë time, Marina. Kur mbaruan së lexuari, të dy po qanin. Por ishin lot të ndryshëm tani. Nuk ishte vetëm trishtim për humbjen e Marinës. Ishte edhe shpresë për të ardhmen që mund të ndërtonin bashkë. Helena, tha Ardiani, kur të marrim djemt nga spitali, dua që ti të vish të jetosh këtu si familje. Jo si punonjëse. Si nëna që ata tashmë e dinë se je. Helena e shikoi me habi. Ardian, kjo është ajo që donte Marina. Është ajo që u duhet djemve. Dhe është ajo që dua edhe unë. Për herë të parë që kur Marina kishte vdekur, Ardiani ndjente se shtëpia e tij mund të bëhej përsëri një shtëpi. 3 ditë më vonë, Ardiani ishte ulur në sallën e mbledhjeve të Spitalit Qendror të Tiranës, i rrethuar nga një tavolinë ovale prej drurit të errët që pasqyronte seriozitetin e momentit. Përballë tij, Këshilli i Etikës Spitalore ishte mbledhur për të vendosur fatin e Helenës.
Doktor Kastrati kryesonte tryezën, i shoqëruar nga doktoresha Fioralba Deda dhe 4 anëtar të tjerë që Ardiani nuk i njihte. Helena ishte ulur disa metra larg, e veshur me një kostum të thjeshtë blu të errët, duart e kryqëzuara në prehër, duke ruajtur të njëjtin dinjitet të qetë që kishte treguar që nga fillimi i gjithë kësaj situate. Ardiani kishte kaluar 3 ditët e fundit duke u përgatitur për atë moment. Jo vetëm duke mbledhur dokumente dhe prova, por edhe duke mësuar të kujdesej për fëmijët e tij. Helena kishte këmbëngulur t'i mësonte gjithçka para se të mbahej seanca dëgjimore. Si të ndëronte pelenat pa qarë foshnjat, si të identifikonte nëse ishin të uritur apo thjesht kishin nevojë për vëmendje, si t'i përkunte derisa t'i zinte gjumi. Kishte qenë një kurs intensiv emocional dhe praktik që i kishte hapur syt për kompleksitetin e të qenit baba i pranishëm. Genti dhe Arbi kishin dalë nga spitali mëngjesin e kaluar, plotësisht të shëruar, por Ardiani vuri re diçka që e shqetësoi thellë. Kur ai përpiqej t'i ngushëllonte, ata qanin edhe më shumë. Kur Helena afrohej, ata qetësoheshin menjëherë. Foshnjat nuk e njihnin atë si figurë atërore. Për ta, Helena ishte referenca e sigurisë dhe dashurisë. Ky realizim kishte qenë i dhimbshëm, por edhe motivues. Ardiani kuptoi se nuk mjaftonte vetëm të ishte i pranishëm fizikisht. Ai duhej të rifitonte besimin e fëmijëve të tij. Zoti Berisha, filloi mbledhjen doktor Kastrati, ju falenderojmë për praninë tuaj. Si baba i fëmijëve të përfshirë në incident, perspektiva juaj është e rëndësishme për vendimin ton. Doktor Kastrati, filloi Ardiani, duke u ngritur përpara se të filloni të diskutoni për Helenën, do të doja të paraqisja disa informacione që i konsideroj relevante. Ai hapi dosjen që kishte sjell dhe nxori një sër dokumentesh. Së pari, do të doja të ekzaminonit kurrikulumin e plot të doktoreshës Helena Hoxha. Ai shpërndau kopjen nëpër tryezë. E diplomuar në Universitetin e Mjekësisë me rezultate të shkëlqyera, specializim në neonatologji në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, autore e 17 artikujve të publikuar në revista mjekësore ndërkombëtare, përgjegjëse për protokolle që kanë shpëtuar më shumë se 200 jetë foshnjash të parakohshme. Anëtarët e këshillit ekzaminonin dokumentet me shprehje habie në rritje. Së dyti, vazhdoi Ardiani, do të doja të shinit këto pamje sigurie. Ai kishte arritur të merrte regjistrimet e spitalit përmes kontakteve të tij dhe tani po i prodhonte skenat e agimit të 3 ditëve më parë në një ekran të instaluar në dhomë. Vëzhgoni orën. 2:15 e mëngjesit. Helena ishte tashmë në spital prej 40 minutash kur unë mbërrita. Ajo kishte sjell fëmijët e mi sapo kuptoi se gjendja e tyre ishte e rëndë. Nuk priti autorizimin tim, nuk humbi kohë me burokraci. Veproi siç vepron një nën e përgjegjshme. Pamjet tregonin Helenën duke vrapuar nëpër korridore, duke mbajtur 2 foshnjat, shpreha e saj e dëshpërimit të kontrolluar e dukshme edhe përmes kamerës së sigurisë. Tani shikoni këtë moment, tregoi Ardiani në ekran. 2:58 e mëngjesit. Ekipi mjekësor sapo ka informuar se Genti dhe Arbi kishin maksimumi 2 orë jetë. Vëzhgoni reagimin e Helenës. Në regjistrim ishte e mundur të shihej Helena duke u larguar nga grupi i mjekëve, duke u mbështetur pas murit të korridorit dhe duke përshpëritur diçka. Ardiani kishte arritur të merrte audion dhe e rriti volumin. Jo përsëri, u dëgjua zëri i Helenës në sallën e mbledhjeve. Të lutem, Zot, jo përsëri. Helena kishte humbur një vajzë në rrethana të ngjashme 3 vjet më parë, shpjegoi Ardiani. Për të, ai moment nuk ishte vetëm për të shpëtuar 2 foshnja të panjohura. Ishte për të përballuar traumën më të thellë të jetës së saj dhe për të zgjedhur të vepronte, edhe pse e dinte se mund të dështonte përsëri. Doktoresha Fioralba Deda u kolli. Zoti Berisha, e kuptojmë situatën emocionale, por kjo nuk e ndryshon faktin se zonja Helena nuk kishte autorizim ligjor për të. Doktoresha Fioralba, e ndërpreu Ardiani, a mund t'ju bëj një pyetje? Nëse fëmijët tuaj do të ishin duke vdekur dhe mjekësia konvencionale do të ishte dorëzuar dhe dikush do të shfaqej me njohuri dhe aftësi për t'i shpëtuar, a do t'ju interesonte nëse ai person kishte autorizim ligjor për të vepruar? Heshtja në dhomë ishte elokuente. Ardiani vazhdoi, Helena jo vetëm që i shpëtoi fëmijët e mi nga vdekja. Ajo i shpëtoi ata nga 11 muaj braktisje emocionale. Ndërsa unë fshihesha në zyrë, i zhytur në zi dhe në vetkeqardhje, ajo ishte ajo që ushqeu Gentin dhe Arbin, ajo që i përkundi kur kishin temperaturë, ajo që i mësoi të buzëqeshnin,
Ajo që regjistroi çdo moment të rëndësishëm të zhvillimit të tyre. Ai nxori nga dosja fletoren që Helena kishte mbajtur për foshnjë. Ky është një regjistër i detajuar i çdo dite të jetës së fëmijëve të mi. Hera e parë që buzëqeshën, Genti në 2 muaj e gjysmë, Arbi 3 ditë më vonë. Fjala e parë, mama, të 2 në 8 muaj. Hera e parë që fjetën gjithë natën, 10 muaj. Ushqimet e preferuara, lodrat e preferuara, oraret e gjumit, reagimet ndaj vaksinave, gjithçka është këtu. Antarët e këshillit e kaluan fletoren dorë më dorë, duke shfletuar faqet e shkruara me kujdes, të ilustruara me foto dhe vizatime të vogla. Dhe unë? Ardiani bëri një pauzë, zëri i tij u thye lehtë. Unë nuk dija asgjë nga këto. Sepse zgjodha të mos isha i pranishëm. Sepse lejova që dhimbja e humbjes së gruas sime të ishte më e rëndësishme se përgjegjësia për të rritur fëmijët e mi. Doktor Kastrati u përkul përpara. Zoti Berisha, e kuptojmë mirënjohjen tuaj, por përgjegjësia jonë është me protokollet spitalore. Doktor, e ndërpreu Ardiani përsëri, protokollet tuaja po i vrisnin fëmijët e mi. Mjekësia konvencionale kishte dështuar. U desh dikush me guxim për të thyer rregullat dhe për të shpëtuar 2 jetë që ju i kishit konsideruar të humbura. Megjithatë, këmbënguli doktoresha Firalba, nuk mund të injorojmë se ka pasur shkelje të procedurave. Atëherë Helena u ngrit për herë të parë që nga fillimi i mbledhjes. Më falni, tha ajo, zëri i qetë por i fortë. A mund të flas? Doktor Kastrati tundi kokën në shenjë pohimi. Doktor, unë vërtet kam bërë një shkelje të rregullave spitalore. Nuk e mohoj këtë. Veprova pa autorizim, kreva një procedurë mjekësore pa pasur licencë aktive, nuk respektova hierarkinë e ekipit. Ardiani e shikoi me habi. Ajo po e fajsonte veten. Por, vazhdoi Helena, nëse do të kthehesha pas në kohë, do të bëja saktësisht të njëjtën gjë. Sepse ka momente në jetë kur rregullat bëhen më pak të rëndësishme se njerëzillëku. Ka momente kur dashuria bëhet më e fuqishme se protokollet. Ajo shkoi te ekrani ku ende shfaqeshin pamjet e sigurisë. Doni të dini pse veprova? Sepse 3 vjet më parë e lash vajzën time të vdiste vetëm në një terapi intensive neonatale, ndërsa unë isha në shtëpi duke studiuar protokolle të reja. Ndoqa të gjitha rregullat, respektova të gjitha procedurat, i besova mjekësisë konvencionale. Dhe vajza ime vdiq pa askën që t'i mbante dorën. Dhoma ishte në heshtje të plotë. Genti dhe Arbi nuk janë vetëm fëmijët e Ardianit për mua. Ata janë shansi i dytë që jeta më dha. Shansi për të bërë atë që nuk e bëra për Sofin. Shansi për të zgjedhur dashurinë në vend të frikës, praninë në vend të protokollit. Helena u kthye nga këshilli. Mund të ma pezulloni licencën për gjithmonë. Mund të më padisni për ushtrim të palishëm të mjekësisë. Por nuk mund të ndryshoni faktin se 2 jetë u shpëtuan sepse dikush zgjodhi të vepronte kur rregullat nuk ishin të mjaftueshme. Doktor Kastrati shikoi antarët e tjerë të këshillit. Pati një shkëmbim shikimesh që Ardiani nuk arriti ta interpretonte. Zonja Helena, tha ai më në fund, do ta pezullojmë mbledhjen për 15 minuta për të diskutuar. Ndërsa këshilli u tërhoq në një dhomë private, Ardiani ju afrua Helenës. Pse e bëre këtë? Pse e fajsove veten? Sepse është e vërteta, u përgjigj ajo. Dhe sepse jam lodhur së jetuari me frikën e pasojave. Mjekësia më mësoi shumë për të shpëtuar jetë, por ti dhe djemt më mësuat diçka më të rëndësishme, se ja vlen të rrezikosh gjithçka për ata që do 15 minuta më vonë, këshilli u kthye. Doktor Kastrati ju drejtua direkt Helenës. Zonja Helena Hoxha, pas diskutimit, kemi arritur në një vendim. Së pari, këshilli pranon se, edhe pse ka pasur shkelje të protokolleve spitalore, rezultati i ndërhyrjes suaj ishte i jashtëzakonshëm dhe shpëtoi 2 jetë që mjekësia konvencionale nuk arriti t'i ruante. Helena qëndroi e palëkundur, por Ardiani mundi të shihte duart e saj të dridheshin lehtë. Së dyti, pas analizimit të historikut tuaj profesional dhe rrethanave specifike të rastit, Spitali Qendror i Tiranës jo vetëm që nuk do t'ju padis, por do t'ju ofrojë ndihmë për riaktivizimin e licencës suaj mjekësore pranë urdhrit të mjekut. Ardiani ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Së treti, do të donim t'ju ftonim të mbanit një seminar mbi kujdesin neonatal jo konvencional për ekipin ton mjekësor, në mënyrë që profesionistë të tjerë të mund të mësojnë nga përvoja juaj.
Helena qëndroi në heshtje për disa sekonda, duke përpunuar atë që sapo kishte dëgjuar. Dhe së fundi, përfundoi doktor Kastrati, duam të implementojmë një protokoll të ri në spital, bazuar në ndërhyrjen tuaj, për raste ekstreme ku mjekësia konvencionale nuk jep rezultate. Do të donim që ju të na ndihmonit ta zhvillonim. Filloi Helena, por zëri i saj u ndal. Pranoni, pyeti doktoresha Fioralba, duke buzëqeshur për herë të parë që kur Ardiani e kishte njohur. Pranoj, përshpëriti Helena, dhe pastaj, më fort, pranoj. Një javë më vonë, Ardiani ishte në dhomën e ndenjes, duke u përpjekur t'i jepte biberon Arbit, ndërsa Genti luante në tapet pranë Helenës. Ishte një skenë që ishte bërë e zakonshme ditët e fundit, Ardiani duke mësuar të bëhej baba, ndërsa Helena e mësonte, me durim, çdo detaj. Anove biberonin pak më shumë, e udhëzoi Helena. Kështu nuk hyn ajri. Arbi më në fund e pranoi biberonin dhe filloi të pinte qetësisht. Ishte një fitore e vogël, por domethënëse. Çdo ditë që kalonte, foshnjat e shihnin më pak si të huaj praninë e Ardianit. Helena, tha ai ndërsa ushqente Arbin, a mund t'ju bëj një pyetje personale? Sigurisht. A je e lumtur këtu? Duke jetuar me ne, duke u kujdesur për ta me mua, duke qenë pjesë e familjes son? Helena ndaloi së luajturi me Gentin dhe shikoi Ardianin. Ardian, në 11 muajt e fundit, kjo ka qenë shtëpia e parë ku jam ndier vërtet e nevojshme. Jo vetëm si punonjëse, por si njeri. Genti dhe Arbi më dhanë përsëri një qëllim. Dhe ti, ajo hezitoi. Unë çfarë? Ti më dhe shansin të bëhem përsëri mjeke. Të përdor gjithçka që kam mësuar për diçka të mirë, diçka që ka rëndësi. Genti, që po luante në prerin e Helenës, pa pritur e shikoi direkt atë dhe tha qartë, mami. Të dy, Ardiani dhe Helena, mbetën të ngrirë. Ai tha. Filloi Ardiani. Mami, përsëriti Genti, duke buzëqeshur dhe duke duar trokitur. Helena filloi të qante, duke marrë Gentin në krah dhe duke e përqafuar fort. E dija se një ditë kjo do të ndodhte, tha Ardiani butësisht, dhe dua të dish se gjithçka është në rregull. Më shumë se në rregull. Është perfekte. Por ti je baba i tyre. Dhe ti je nëna e tyre, e plotësoi Ardiani. Jo biologjikisht, por në të gjitha aspektet që kanë rëndësi. Dhe ata janë me fat që të kanë ty. Arbi kishte mbaruar biberonin dhe ishte i përgjumur në krahët e Ardianit. Për herë të parë, foshnja nuk qau kur Ardiani e përkundi. Përkundrazi, Arbi u strup në gjoksin e babait dhe mbylli sy. Shiko, përshpëriti Helena, ai po të njeh si baba. Më në fund, tha Ardiani, i emocionuar. U deshën vetëm 11 muaj që unë të kuptoja si ta bëja këtë siç duhet. Në atë moment, shtëpia ishte e qetë dhe paqësore. Genti flinte në gjoksin e Helenës, Arbi në krahët e Ardianit. Ishte hera e parë që nga vdekja e Marinës që shtëpia dukej vërtet një shtëpi. Helena, tha Ardiani pas disa minutash, kam diçka që duhet të të them. Çfarë? Marina la një letër të fundit. Për t'u lexuar kur familja jon të ishte e plotë. Helena e shikoi me kureshtje ndërsa Ardiani, me kujdes për të mos zgjuar Arbin, mori një zarf që e kishte lënë mbi tavolinën e kafes. Për Ardianin, Helenën, Gentin dhe Arbin për ta lexuar bashkë kur të jenë vërtet një familje, ishte shkruar me kaligrafinë e Marinës. Ardiani hapi letrën dhe filloi të lexonte me zë të ulët, të dashurit e mi, nëse po e lexoni këtë letër bashkë, do të thotë se keni arritur të gjeni rrugën drejt njëri tjetrit. Do të thotë se Ardiani mësoi të bëhej baba i pranishëm që gjithmonë e kam ditur se mund të ishte. Do të thotë se Helena gjeti guximin të donte përsëri pas Sofis. Dhe do të thotë se Genti dhe Arbi kanë familjen që gjithmonë e kanë merituar. Ardian, dashuria ime, ti ke qenë gjithmonë një njeri i mirë, por kishe frikë se nuk do të ishe mjaftueshëm i mirë si baba. Doja të kuptoje se të jesh baba nuk do të thotë të jesh i përsosur. Do të thotë të jesh i pranishëm, do të thotë të zgjedhësh dashurinë çdo ditë, do të thotë të pranosh ndihmë kur ke nevojë. Helena, mikja ime e dashur, ti e mbajte fajin për vdekjen e Sofis për shumë kohë. Shpresoj se Genti dhe Arbi të kanë treguar se je një nënë e jashtëzakonshme, se dashuria jote shëron, se prania jote shpëton. Sofia është krenare për nënën që je bërë për këtë djem. Genti dhe Arbi, princat e mi të vegjël, ju jeni dashur që nga momenti i parë. Jeni planifikuar, dëshiruar dhe ëndërruar.
Keni pasur një nën biologjike që ju ka dashur me çdo fije të qenies së saj, edhe pse e dinte se ndoshta nuk do të mund t'ju shoqëronte për shumë kohë. Dhe tani keni një nën të zemrës që zgjodhi t'ju donte sikur të ishit pjesë e saj, dhe një baba që mësoi se dashuria nuk është të japësh gjëra të shtrenjta, por të japësh kohë, vëmendje dhe prani. Ju të katërt nuk jeni thjesht një familje. Ju jeni dëshmi se dashuria e vërtet nuk njeh kufi konvencional. Ju jeni dëshmi se familja ka të bëjë me zgjedhjen, me angazhimin, me të qenit i pranishëm në momentet e vështira. Kujdesuni për njëri tjetrin. Dashuroni pa frikë. Dhe mbani mend gjithmonë, dashuria nuk zvogëlohet kur ndahet. Dashuria rritet, shumë fishohet, forcohet. Unë do të jem gjithmonë me ju, në të qeshurën e Gentit, në buzëqeshjen e Arbit, në kujdesin e Helenës, në përkëdheljen e Ardianit. Me gjithë dashurinë time të përjetshme, Marina. Kur Ardiani mbaroi së lexuari, të gjithë po qanin, madje edhe Genti dhe Arbi ishin zgjuar dhe po i shikonin me atë shprehje kurioze që kanë foshnjat kur kuptojnë se diçka e rëndësishme po ndodh. Ajo e dinte, tha Helena. Që nga fillimi, ajo e dinte saktësisht se si do të përfundonte gjithçka. Jo të përfundonte, e korrigjoi Ardiani. Si do të fillonte gjithçka. Ai shikoi Helenën, pastaj foshnjat, dhe më në fund e kuptoi se për herë të parë që nga vdekja e Marinës ishte vërtet në paqe. Helena, kam një propozim për ty, cilin? Martohu me mua. Kërkesa doli aq natyrshëm sa as ai vet nuk e priste. Por në momentin që e tha, e dinte se ishte saktësisht ajo që donte. Ardian. Filloi Helena. Jo si një lehtësi, e sqaroi ai me shpejtësi. Jo sepse kemi nevojë për njëri tjetrin për t'u kujdesur për fëmijët. Por sepse nuk mund ta imagjinoj jetën time, jetën tonë, pa ty sepse ti nuk je vetëm nëna e fëmijëve të mi. Ti je bërë thelbësore edhe për mua. Helena qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke parë Gentin në krahët e saj, pastaj Arbin në krahët e Ardianit. Marina tha se unë do ta dija kur të ishte koha e duhur, tha ajo më në fund. Dhe është koha e duhur. Kjo është një po. Kjo është një po. Genti zgjodhi pikërisht atë moment për të duartrokitur dhe për të bërtitur mami përsëri, sikur po miratonte vendimin. Arbi, duke mos dashur të mbetej prapa, belbëzoi diçka që tingëllonte dyshimisht si babi. Mendoj se ata e miratuan, tha Ardiani, duke qeshur dhe duke qarë në të njëjtën kohë. Mendoj se po. Atë natë, pasi foshnjat fjetën, Ardiani dhe Helena u ulën në verandën e pasme, duke vëzhguar yjet dhe duke planifikuar të ardhmen. Helena do të kthehej në praktikën e mjekësisë, por tani edhe në shtëpi, ajo do të ngrinte një klinik pranë shtëpisë për të trajtuar raste të veçanta të neonatologjisë. Ardiani do të riorganizonte bizneset e tij për të qenë më i pranishëm, duke deleguar më shumë dhe duke punuar më pak. E di se çfarë është më e pabesueshme në gjithë këtë histori, tha Helena, e mbështetur në shpatullën e Ardianit. Çfarë? Marina na dha saktësisht atë që na nevojitej. Të dha ty shansin të mësosh të bëhesh baba. Më dha mua shansin të bëhem nën përsëri. U dha Gentit dhe Arbit një familje të plotë. Dhe na dha njëri tjetrin. Po. Na dha njëri tjetrin. Ata qëndruan aty në heshtje, duke dëgjuar tingujt e butë të natës tiranase, duke e ditur se për herë të parë pas shumë kohësh, të gjitha pjesët e jetës së tyre përshtateshin në mënyrë perfekte. Brenda shtëpisë, Genti dhe Arbi flinin thellë në djepat e tyre, të rrethuar nga dashuria e një familjeje që ishte thyer nga dhimbja, por i ndërtuar nga shpresa. Një familje që dëshmoi se dashuria e vërtet është më e fortë se çdo konvencion shoqëror, më e fuqishme se çdo traumë së kaluarës dhe më e gjatë se çdo frikë e së ardhmes. Një familje që mësoi se ndonjëherë ai që na shpëton është pikërisht ai që më së paku presim ta gjejmë. Dhe se ndonjëherë mrekullia më e madhe nuk është shërimi fizik, por i bashkimi mes shpirtrave që ishin të destinuar të plotësonin njëri tjetrin. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i Ardianit, Helenës, Gentit dhe Arbit t'ju ketë prekur thellë në zemër. Kjo histori na mëson se familja nuk ka të bëjë vetëm me lidhjet e gjakut, por me zgjedhjet e dashurisë, me të qenit i pranishëm në momentet që vërtet kanë rëndësi. Nëse jeni emocionuar me këtë transformim, me këtë rilindje të dashurisë dhe shpresës, lini pëlqimin tuaj këtu, abonohuni në kanalin ton dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Ishte kur Helena shpëtoi foshnjat? Kur Ardiani zbuloi letrat e Marinës?
Apo kur Genti tha mami për herë të parë. Çdo ditë, ne sjellim histori si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe të vërtetë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se si dashuria mund të shërojë plagët më të vjetra dhe të ndërtojë familje aty ku më së paku e presim. Ju presim këtu në episodin e ardhshëm, me një tjetër histori që do t'ju prek ndjenjat dhe do t'ju tregoj se mrekullit ndodhin kur hapim zemrën për të papriturën.